Korça bëhet sërish kryeqyteti i aventurës dhe turizmit me edicionin e 14 të kampionatit të fluturimeve Korça Open Air, një ngjarje sportive ku marrin pjesë mbi 50 pilot nga Shqipëria, Kosova dhe vende të tjera europiane. Kampionati synon të promovojë sportet ajrore, turizmin malor dhe bukuritë natyrore të Korçës përmes garave të fluturimeve të lira, fluturime me paramotor dhe fluturime tërheqëse nga toka. Këtë vit është një test i madh që ne në 2028 të paraqisim bidet për një kampionatin e radhës botërori në Korçë në vitin 2029. Shpresojmë që ta marrim, por kushtet e ambientit këtu, ana teknike, pjesa e afrimitetit të pistës me qendrën akomoduese që është qyteti i Korçës, bukuria e Korçës, gjitha këto e bëjnë këtë landscape i mrekullueshëm e bëjnë që të afrohemi ke kampionati botëror që Korça e meriton sepse ka 14 vjet që na mirëpret. Eventi do të zhvillohet te ish fusha e aviacionit në Lumalas, ku pilotët do të garojnë në disiplinën e precizionit të uljes dhe në kategori të ndryshme fluturimi. Rivaliteti brenda kombit Shqipëri-Kosovë shumë i madh dhe rankimi i pilotave tanë në botë është ke top 30 më të mirët në botë. Plus që këtu vijnë dhe pothuajse më të mirët e Europës që do jenë bashkë me ne në këtë garë shumë fort dhe është vendimtare për kampionatin e 14 kombëtar shqiptar Shqipëri-Kosovë, por është shumë vendimtare për ecurinë edhe marrjen e pikëve të secilit që është në rankimin botëror. Ky kampionat, tashmë i kthyer në një traditë të konsoliduar, do të transmetohet live në RTS, duke sjellë për shikuesit emocione unike dhe pamje mbreslënse të fluturimeve në zonën e Korçës.